Në momentin kur zinxhiri tyre drejtues ushtarak është goditur, kjo të mjafton të kuptosh faktin që morali në ushtri dhe në forcat e sigurisë nuk është aq i madh. Por gjithsesi është prapë funksionon. Me pak fjalë duke u kthyer në shqetësimin më të madh që është shqetësimi realisht i negociatave. Unë besoj që tashmë do fillojnë të uden palët në aspektin teknik, sepse në aspektin politik është shumë e vështirë, ju e thatë që të dy rangjet e delegacioneve ishin jashtëzakonisht të larta, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin numrin 2 nga ana e protokollit, sepse nga ana tjetër zoti Rubio ka fuqi më të madhe se zoti J.D. Vance, ndërsa nga Irani kishin përfaqësim prapë në ministrin e jashtëm dhe individë të tjerë që vërtet kanë funksionet kryesore të politikës tyre. E kuptohet që Irani tashmë do mbahet në 2 pozicione, ju e dini, atë të vjetrin për pasurimin e uranit dhe të paktën nga informacionet që ne kemi të nga qershori kaluar që kapacitetet e tyre u goditën kur ata po kalonin nga një cak i pasurimit deri në cakun kur ata ishin gati për prodhimet. Dhe tjetra është ai problemi shumë i madh i Hormuzit që ata e kanë kuptuar shumë mirë mbas analizave të kujdesshme ekonomike dhe shumë të thella që Hormuzi me tërmend edhe për shkak të asaj që bota mendonte të paktën se zinxhiret e furnizimit do të ishin të paktën diçka më demokratike. Por lufta e Rusisë me Ukrainën na kuptoi që ato nuk mund të ishin më, ashtu si nuk është do Hormuzi. Dhe në këtë sens, këto dy pika nga Irani dhe nga ana tjetër pika shumë e madhe e Shtetit të Bashkuara të Amerikës që kërkon të themi kapital shumë të plot me të ardhmen edhe ndaj shumë gjërave të Iranit, besoj se përbëjnë atë pjesën ku të dyja vendet tonë fillojnë të negociojnë. Dhe në momentin që do futet elementet teknike dhe dini për shembull sot në orët e fundit është raportuar që përveç Pakistanit janë futur në lobby zyrtarë të Egjiptit dhe zyrtarë të Turqisë. Ju e dini që Turqia ka fuqi të jashtëzakonshme në rajon, ashtu si Egjipti ka fuqi të madhe për shkak të pozicionit të tij konjunkturave e tjera e tjera. Unë besoj që brenda harkut të 2 javëve, që është harku i pushimit që të dyja vendet kanë zgjedhur, do ketë mundësi për shtyrje dhe për negociata të vështira, por jo për panik të madh. Kuptohet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të fuqisë, por ju e thatë me të drejtë që kostoja është jashtëzakonisht e madhe, që ti ta bllokosh Hormuzin, sepse atje është lëvizje jo vetëm ekonomia e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por lëvizje ekonomia e vendeve të Azisë, lëvizja jo e vendeve europiane. Unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nga jo të themi retorik që kanë përdorur ndaj NATO-s në ditët e fundit, nuk do jenë kaq të predispozuara ta mbajnë kushtësisht, sepse s'mund mbajnë një luftë e cila tashmë është më shumë luftë morale se sa luftë të themi ekonomike, prestigji. Po mbi gjitha luftrat ju e dini që po s'patën një sens në disa ata i quajnë ekspedit në të quajnë luftë, po nuk patën një lloj shqetësimi të pamundur. Dhe mbi gjitha ju e dini që çdo luftë në gjithse tani u afruam në kohën e luftave hibride, duhet që ushtarit të vendoset. Dhe ju e dini tashmë pozicionin shumë vështirë të zotit Trump, për sa i përket politikave të tij brendshme. Është diçka tashmë që është shumë e vështirë që i ta ndërmarrin. Po shumë e vështirë dhe nga ana praktike për ta bërë këtë operacion. Se atje ka mina, iranianët kanë mjete të vogla me të cilët mund të sulmojnë. Pastaj si do ndalohet anija, nëse një anije tenton të dalë nga importi iranian, çfarë do bësh? Do godasësh anijen, do arrestosh ekuipazhin, ka një sër problemesh